Ajo ka ndodhur ndonjëherë, e dini, ai momenti kur arrin një objektiv të madh në karrierë, atë promovimin, bonusin, titullin që keni pritur kaq gjatë, për një moment shkurtër ndihesh në majt të botës, por pastaj, çuditërisht shpejt, e kupton që ajo ndjesia e vërtetë e përmbushjes ende mungon. E po, nëse kjo tingëllon e njohur, dijeni se nuk jeni vetëm. Në fakt, ky fenomen ka edhe një emër, i thon mirazhi i suksesit. Është kjo ideja që çdo arritje e re, çdo shkallë më lart, do na sjellë më në fund atë lumturinë e përhershme. Por në realitet, shpesh është thjesht një cikël që na lë me xhepat plot, por me një ndjenjë, le të themi, boshllëku të brendshëm. Kjo na çon natyrshëm te pyetja thelbësore. Nëse nuk janë parat apo titujt, atëherë çfarë përcakton vërtet një jetë të mirë, të lumtur dhe të gjatë? Për fat mirë, nuk kemi nevojë të hamendësojmë. Përgjigja ekziston dhe vjen drejt për drejt nga shkenca. Dhe për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, nuk do t'i referohemi në një teori të re apo opinioni. Jo, do t'i referohemi një prej studimeve më monumentale dhe më afatgjata të kryera ndonjëherë. Një studim që ka ndjekur jetët e njerëzve për dekada të tëra. Po, për plot 85 vjet. Vetëm mendoje pak këtë shifër. Nuk po flasim për një sondazh të shpejt online, apo jo. Kjo është një ndjekje e përkushtuar e jetëve reale, vit pas viti, dekad pas dekade. Kjo na jep një pasqyrë absolutisht të pashembullt të asaj që do të thotë të jetosh një jetë vërtet të gjatë dhe të plotë. Dhe nuk bëhet fjalë për një grup të vogël njerëzish. Studimi ka ndjekur rreth 2000 individ, nga prejardhje krejt të ndryshme, duke përfshirë edhe familjet e tyre brez pas brezi. Kjo na jep një pamje të plotë, 360 gradëshe të jetës së tyre, që nga adolescenca e deri në pleqëri. Pra, ja ku jemi. Studimi i Harvardit për zhvillimin e të rriturve, dhe pyetja që ata bën ishte në dukje e thjesht, por në fakt thelbësore. Çfarë na mban të shëndetshëm dhe të lumtur gjatë gjithë jetës? Dhe përgjigja, siç do ta shohim, sfidon pothuajse gjithçka që mendojmë se dim për suksesin. Atëherë, cili ishte përfundimi kryesor pas 85 vitesh mbledhje të dhonash? E po, përgatituni, sepse rezultati është sa befasues, aq edhe i thellë, dhe vën në pikpyetje shumë nga prioritetet tona. Në fund të ditës, pas gjithë analizave, faktori më i fuqishëm që parashikoi shëndetin dhe lumturinë afatgjat nuk ishte pasuria, nuk ishte fama, as suksesi profesional. Ishte cilësia e marrëdhënieve të ngushta. Thënë më thjesht, ishte ajo ndjesja e thellë se ke dikë në jetë ku mund të mbështetesh pa asnjë kusht. Dhe përfitimet e këtyre lidhjeve janë absolutisht konkrete të matshme. Marrëdhëniet e mira nuk na bëjnë thjesht të ndjehemi mirë emocionalisht, ato na mbrojnë edhe fizikisht. Dhe studimi zbuloi diçka vërtet ronditse. Vetmia kronike mund të jetë po aq e dëmshme për shëndetin sa pirja e 15 cigareve në ditë. Nga ana tjetër, marrëdhëniet e mbushura me tensione dhe konflikte, ato mund të jenë edhe më të dëmshme se sa të jesh vetëm. Dhe këtu qëndron një nga paradokset më të mëdha të kohës sonë. Shumë shpesh sakrifikojmë atë që njihet si kapital social, pra lidhjet tona, miqësitë, familjen, për hir të karrierës. Por kështu shpërfillim një të vërtet themelore biologjike. Truri ynë është i programuar që t'i japi përparësisë sigurisë dhe lidhjes me të tjerët para statusit apo suksesit individual. Kjo na sjell të tema e pashmangshme apo jo? Parat. Të gjithë e dim që janë të rëndësishme, por cili është roli i tyre i vërtet në ekuacionin e lumturisë? A janë ato themeli ku mbështetemi apo janë karburanti që na shtyn përpara? Për ta kuptuar këtë, duhet të flasim shkurt për një koncept psikologjik që quhet adaptim hedonik. Mund ta mendoni si një lloj termostati të brendshëm për lumturinë. Pavarësisht se çfarë ndodh në jetën tonë, një ngjarje super pozitive apo shumë negative, pas një farë kohe ne priremi të kthehemi në nivelin ton bazë të lumturisë. Le ta ilustrojmë me një shembull klasik. Imagjinoni që nesër, papritur, fitoni 10 milionë euro në llotari. Sigurisht, muajt e parë do ishin një festë pafund. Eufori totale. Por, studimet mbi fituesit të llotarive tregojnë një histori krejt tjetër. Zakonisht, pas rreth një viti, shumica kthehen fiks në nivelin e tyre të mëparshëm të lumturisë. Ajo shtëpia gjigante dhe makina e shtrenjtë bëhen thjesht normaliteti i ri. Për më tepër, pasuria papritur shpesh sjell një sër problemesh të reja, marrëdhënie të tensionuara, izolim dhe stresin e ri për të menaxhuar gjithë ato para. Pra, cili është përfundimi? Parat funksionojnë si një faktor higienik. Mendojeni kështu. Mungesa e tyre shkakton pakënaqësi dhe stres, si diskutohet, por prania e tyre, sidomos mbi një nivel caktuar, nuk është se krijon automatikisht lumturi. Ato janë temeli që siguron stabilitet dhe qetësi mendore. Por ato nuk janë karburanti që na jep kuptim dhe motivim afatgjat. Të presh që parat të bëjnë të lumtur
është fiksi të pres që themeli një shtëpie të mbajë ngrohtë. Mirë, tani le t'i bashkojmë të gjitha këto. Duke kombinuar rëndësinë e marrëdhënieve me rolin e duhur të parave, mund të krijojmë një kuadër shumë të plotë për motivimin. Dhe nuk është vetëm një element i vetëm, është një ekosistem i tërë, ku pjesët janë të lidhura me njëra tjetrën. Ky ekosistem ka 4 shtylla kryesore. E para, gjithçka fillon me themelin financiar, një pagesë e drejtë që largon stresin. Mbi këtë vijnë nevojat sociale, ndjesia që je i respektuar dhe i përket një grupi. Pastaj vjen motori i brendshëm, mundësia për të rritur, për të sfiduar, dhe së fundi një dozë e vogël e shëndetshme e krahasimit social, ai frymëzimi që marrim kur shohim të tjerët të kenë sukses. Asnjëra prej këtyre nuk funksionon si zhujt pa të tjerat. Dhe ideja kryesore është kjo. Rritja dhe sfida janë motori i karrierës, absolutisht. Por ai motor thjesht nuk ndizet nëse themeli nuk është i fortë. Mund të kesh punën më interesante në botë, por nëse je vazhdimisht i shqetësuar për faturat ose ndihesh i pavlerësuar nga ekipi, thjesht nuk do kesh energjinë e nevojshme për të rritur. Gjithçka duhet të jetë në harmoni. Dhe këtu qëndron ndoshta ndryshimi më i madh i mentalitetit. Shumica prej nesh e shohim lumturinë si një lloj dividendi, një shpërblim që e marrim pasi kemi arritur suksesin. Por realiteti është ndryshe. Lumturia është kapitali operativ, është energjia, lidhjet dhe qëndrueshmëria emocionale që na duhen që në fillim për të ndërtuar diçka me vlerë, diçka që zgjat. Dhe kështu, e gjithë kjo analizë na lë me një pyetje thelbësore për të gjithë ne. Duke pasur parasysh këtë mençuri të mbledhur nga 85 vite jetë njerëzore, çfarë po ndërtojmë realisht? Thjesht një karrierë të mbushur me arritje apo një jetë të mbushur me lidhje kuptimplota? Studimi i Harvardit sugjeron se suksesi i vërtet, ai që zgjat, arrimet vetëm kur ndërtojmë të dyja, duke kuptuar se njëra ushqen vazhdimisht tjetrën.